Prej vitesh, banorët e zonës periferike të Durrës po vuajnë menaxhimin e mbetjeve urbane. Te mbushja e kazanëve i detyron ata që mbetjet t'i depozitojnë në anash rrugëve dhe kanaleve, ku përveç ujëre të ndotura në skarpata, rrëshqasin dhe mbetit ku kalpzohen dhe bllokojnë ujëret kur ka shire të shumta. Edhe sot pas kaq viteve, ish Keneta e emërtuar Durrësi i ri, si kurrë më parë, ndodhet dhe zhytur në plera, të hedhura vend pa vend në anë të rrugëve, buzë kanaleve dhe në brendësitë e tyre. Një situatë e pazakontë, jeta mes mbetjeve urbane e një komuniteti me mbi 15.000 banor është e vështirë, ku mungojnë kushtet normale të higjienës. Kolektorët e mëdhenj të ujërave në këtë zonë janë dhe vend depozitime të mëdha të ndotive. Sikurse shihet në ujë, kalojnë ujërat e ndotura, ndërsa anash skarpatave të kanalit dërgjën mbeturina të shumta që presin radhën e rrëshqitjes së tyre për të zhytur në kanal. Mbi rrënjët e pemëve që ndodhen mes ndotjes ujore, duken degët si të stilizuara nga një piktor modern kontemporan abstraksionist. Realisht kjo situatë është vërtet abstrakte. Këtu mund të shihen edhe kazan metalik të shqyrë të rënuar, jashtë përdorimit, që përfaqësojnë simboliken e higjienës së dështuar pas luftës që është bërë asaj në këtë zonë të ndotur. Pamje tregojnë se banorët do të vazhdojnë të hedhin meturina ku të munden, se nuk ka kërkesë llogarie, mbase se nuk njihen as ligjet. Por bashkia di situatën nga sa duket. Ajo ka vënë njoftimi se ambienti survejohet me kamera, ose ku janë to kamera nuk dihet, ndërsa mbetet frymëmarrëse të ambientit shihet, pa pasur nevojë për kamera.